Ndërhita, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit ka firmosur 40 urdhra transferimi apo edhe ndryshimi në ratë e Policisë së Shtetit, ndërkohë që mësohet që këto kanë prekur edhe Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës, ku sipas burimeve për Blu Televizion, Dritan Muça do të jetë zëvendës drejtori i krimeve në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës, briten edhe zyrtarizime në ditën e vijim. Ndryshime në radhët e Policisë së Shtetit, drejtori i përgjithshëm i Policisë ka firmosur plot 40 lëvizje, duke prekur edhe drejtoritë vendore. Mes ndryshimeve është përfshirë edhe drejtoria e Policisë së Qarkut Vlorës. Dritan Muça është emri i ri që do të mbaj postin e zëvendës drejtorit në krimet në Vlorë. Zëvendës drejtori i ri i Policisë së Vlorës, Dritan Muça, ka një eksperiencë të mëparshme në disa sektorë të policisë dhe tashmë merr një tjetër përgjegjësi në këtë qytet. Pas emërimit në krye të Policisë së Shtetit, duke e zëvendësuar Ilir Prodanin, drejtori i ri Skënder Hita ka nisur edhe ndryshimet në radhët e policisë, duke prekur disa sektorë dhe drejtori. Aktualisht janë firmosur 40 ndryshimet e para, ndërsa pritet që lëvizje të tjera të vijojnë edhe në të ardhmen. Këto ndryshime synojnë rritjen e performancës së Policisë së Shtetit në luftën kundër krimit dhe korrupsionit.